Aktivitetet për Tetorin Roz, muaj ndërgjegjësues për luftën kundër kancerit të gjirit, u mbyllën dje me takimin e fundit të punojësve të shëndetit publik me qytetarët ku mori pjesë dhe kryetaria e bashkisë Riselda Sefa tek Muzeu Historik. Mesazhe për kujdesin, kontrollin për ruajtjen e jetës të vajzave dhe grave u shpërndan nga të pranishmit. Ne nuk duhet të ndalemi vetëm me Tetorin për të bërë këto sesione informuese, por çdo muaj duhet të jetë një thirrje për të gjitha ato gra, nëna, por që sipas studimeve ka filluar të jetë edhe tek meshkujt që duhet të vetë kontrollohemi, por patjetër edhe të marrim konsulencën e nevojshme tek mjeku. Muaji tetor është një muaj të cilën ne e bëjmë për të kujtuar të gjitha ato gra, nëna dhe motra, të cilat nuk ndodhen pranë nesh. Është për t'i dhënë forcë dhe guxim të gjitha atyre grave të cilat janë të diagnostikuara dhe sot trajtohen nga kjo sëmundje. Muaji tetor na kujton rëndësinë e ndërgjegjësimit dhe parandalimit të kancerit të gjirit. Ky është një moment për të theksuar se kontrolli i rregullt dhe kujdesi ndaj shëndetit janë çelësi për zbulimin e hershëm dhe shpëtimin e jetëve. Le të jemi të gjithë një zë i ndërgjegjshëm, mbështetës dhe i shpresës për të gjitha gratë që përballen me këtë sëmundje. Shëndeti është forcë, ta mbrojmë me kujdes dhe me dashuri. Shumë gra pas diagnostikimit ose pas ndërhyrjes përballen me shumë frikra, me shumë pasiguri, përballen dhe me faktin që nuk pranojnë dot ndryshimet që ndodh me trupin. Prandaj dhe këshillimi dhe mbështetja psikosociale është kaq e rëndësishme si çdo terapi tjetër në këto momente. Mesazhi që dua të përcjell sot është që për çdo grua që kalon këtë rrugëtim është që asnjëherë nuk jeni vetëm. Plagët shërohen, trupi ndryshon, por forca dhe feminiteti një gruaje nuk matet kurrë vetëm me një pjesë të trupit. Zonja Arefie Muço tregon rrugtimin e saj me sëmundjen e kancerit të gjirit, të cilin e ka mundur, dhe jep mesazhin për gratë dhe vajzat që të ruajnë veten e tyre. Është shumë e vështirë, sidomos kur mbarova kimion, që më ranë dhe thonjt, nuk po kisha fuqi që të merja një kokër mollë, ta mbaja në dorë. O Zot, thash, deri këtu. Fillova, mbas kimiove duhet bëja 45 seanca rreze, radioterapi. Mendoni të shkosh ditë për ditë në Tiranë, ditë për ditë. Një njeri që duhet ty të çojë, një njeri që do presi, sidomos kur ishin kimiot 6 orë, bile 2 kimio i kam bërë në karrike 6 orë. Por deshi Zoti, ja hodha, luftova dhe jam këtu. Kam dyshime të gjokësi tjetër dhe them se o Zot, mi e pjetë, jo sepse do ikja unë edhe u prish dynjaja, po sepse kjo sëmundje pos të treti, kjo nuk të merë. Sa do që mendjen t'jek e top, kjo është shumë, thash, e kushtueshme, e lodhshme, edhe e dhimbshme. Ju këshilloj të gjithave, një për një, shikoni veten tuaj. Aktiviteti u shoqërua me këngë nga vajzat e Qendrës së Kulturës së Fëmijëve dhe në fund u mbyll me një kërcim aerobik.